Shtetet e Bashkuara kanë nisur analizën e një kërkese të bërë nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për furnizimi me raketa Cruise Tomahawk në Ukrainë që do të jepte kapacitet për sulme merreze shumë të gjata brenda territorit rus. Presidenti amerikan J.D. Vance tha në një intervistë se kërkesat po merret në konsiderat dhe se vendimi i fundit do të jetë i presidentit Donald Trump. Sipas raporteve zyrtare dhe ekspertëve ushtarak, konfiguracionet e fundit të Tomahawkut mund të kenë rrezë veprimi që arrin rreth 2500 kilometra, një shtrirje që nëse do të vendoseshin në përdorim nga Ukraina, do të lejonte goditje në zona të thella brenda Rusisë. Kjo ndryshon dukshëm mundësinë taktike në terren dhe e bën vendimin politikisht shumë të ndjeshëm. I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ukrainën, Keith Kellogg, u shpreh se shtëpia e bardhë ka sinjalizuar një hap më të ashpër mbështetës ndaj Kievit, duke thënë se Ukraina duhet të jetë në gjendje të kryejë sulme me armë merreze të gjata dhe se nuk ekzistojnë më vende të sigurta, përmbledhje deklaratës së tij. Kjo linjë interpretimi vjen pas zhgënjimit të zyrtarëve amerikanë ndaj refuzimit të Putinit për marrëveshje paqe sipas burimeve. Reagimi i Moskës ishte i menjëhershëm dhe i fortë. Zyrtarët rusë paralajmëruan se furnizimi i Ukrainës me raketa merreze të tilla do të shihej si përfshirje direkte dhe përshkallëzim të rënd të konfliktit, dhe ngritën pyetje nëse SBA-ja do të përfshihej edhe në aspektin e dhënies së të dhënave të synimit. Të dy palët e dinë se një ndryshim të këtillë në ekuilibrat ushtarak do të rrisë ndjeshëm tensione ndërkombëtare. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance tha se po shqyrtohen kërkesat. Vendimin e merr presidenti. Analistët e sigurisë vënë në dukje se përveç se implikimeve ushtarake, një vendim për transferimin e Tomahawkëve përbën edhe sfida ligjore dhe logjistike, kontrolli i përdorimit të armëve, trajnimi i operatorëve, transferi i teknologjisë dhe rregullat e koordinimit me shtetet do t'i dorëzojnë armët. Për më tepër, Moska mund të përshkallëzojë përgjigje diplomatike ose ushtarake, duke rritur rrezikun për një konflikt më të gjerë.